Egli tako prek zemrat me fjalët e fundit pas Big Brother VIP. A ka marrë fund historia mes Eglit dhe Gjestit? Pas përfundimit të rrugtimit të saj në Big Brother VIP Albania, Egli Tako ka ndarë me ndjekësit një mesazh të ndjerë nëpërmjet Instagramit. Ajo ka shprehur mirënjohje të thellë për publikun, i cili e ka mbështetur pa kushte gjatë gjithë eksperiencës në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Në postimin e saj prekës, Egli shkruan: "Çdo fund është një fillim i ri." Duke lënë të kuptohet se ky kapitull i mbyllur mund të pasohet nga mundësi të reja, si në aspektin profesional, ashtu edhe në atë personal. Ajo thekson se kjo përvojë e ka pasuruar shpirtërisht dhe e ka lënë me kujtime të paharrueshme. Dashuria dhe mbështetja e publikut, sipas saj, kanë qenë një bekim i vërtet. Por ajo që ka tërhequr më shumë vëmendjen është pikërisht hyrja e postimit. Fraza "për gjithë dashurinë", e cila ka shtyrë ndjekësit të aludojnë për një përfundim të mundshëm të lidhjes mes saj dhe Gjestit. Megjithatë, Egli nuk ka bërë asnjë koment të drejtpërdrejtë lidhur me këtë çështje. Mesazhi i plot i saj ishte: "Çdo fund është një fillim i ri." Me përfundimin e kësaj eksperience, kam kuptuar se i kam shtuar librit të jetës sime një kapitull që nuk do ta harroj kurrë. Faleminderit nga zemra publiku im për gjithë dashurinë dhe mbështetjen e pakushtëzuar që ma keni dhënë, dhe vazhdoni të ma jepni çdo sekond. Jeni bekim, ju dua shumë secilin prej jush. Mezi pres të jem afër jush për gjithë dashnin që ma keni dhuruar. Ëndra vazhdon. E juaja, Egli. Ky mesazh lë pas një ndjesi të thellë mirënjohjeje, reflektimi dhe shprese për të ardhmen. Pavarësisht thashethemeve, duket se Egli është gati të hapë një faqe të re në jetën e saj.